për fund, ne kemi edhe produkte private label, po, me të cilët ne bashkëpunojmë, besoj e dini që private label janë ata të cilët ne prodhojmë në emër të brendit të tëra, kështu që bashkëpunëtorët kryesor dhe me sasi të mëdha janë shtetet që janë këta brende? Po, specifikisht Carrefour ka thënë me emrin Lidl për shembull? Po, për shembull Lidl e ka Bellarun, të cilën ne kemi prodhuar në Carrefour, po, është konzumi, Plodine në Kroaci, Kipere është në Maqedoni, po, Frank, Carrefour, Lidl, Kaufland gjithashtu në Kroaci, Baja është në Arabi, si dhe bashkëpunëtorët tonë, dhe më thënë Delisi dhe Prince Coffee House. Vërtet shumë interesant për mendimin tim, sepse po e shoh që ju e keni tregtimin internacional, jo vetëm në Ballkan, po edhe në Europë, pra standardet tua, pra cilësia, fakti që ju e keni tregtimin internacional dhe në Europë, dëshmon që ju, cilësia juaj e prodhimit, me makinerit që keni, me cilësinë e lëndës parë që keni, dhe mënyra se si ofroni deri te klienti i fundit, i përputhjet dhe standardeve ndërkombëtare që vetë edhe Europa i ka caktuar. E thash ma herët që jemi të standardizuar me standardin ndërkombëtar të njohur, IFS. IFS është standardi cilin certifikohemi çdo vit. Edhe kalojmë me pikë maksimale. Nëse ne nuk do ta kishim IFS-in, asnjë klient nuk do të për shkak të cilësisë normalisht, po.